Ta mos me prit momentin perfekt. Se shumë prej neve zgudzojna me provu diçka se na mungon kjo, na mungon ajo. Zban heq me prit qatë sam, veç e ki qatë ide nesja edhe ndërkohë rrugës dolin zgjidhjet. Cili do t'ishte një mesazh nga Shqipja për krejt ata që kanë ide të biznesit, janë shumë kreativ, po thjesht nuk e kanë guximin me bu hapin përpara? Nashta mos me prit momentin perfekt, se shumë prej neve zgudzojna me provu diçka se na mungon kjo, na mungon ajo. Prit të bëj qëto, po zban heq me prit qatë sam, veç e ki qatë ide nesja edhe ndërkohë rrugës dolin zgjidhjet. Mirë shumë. Po sa është e vështirë për Shqipën me menaxhu këtë, do me thonë këto dy anë, anën profesionale dhe pjesën e biznesit që me patjetër aty edhe ke angazhime, qysh e gjenë balancin? Nuk është e lehtë, se do të me gjithë kohë të lirë për dyjat, po që ajo dashnia e bën të pamundurën të mundur, që ai pasioni për dyjat, që s'mon është mindo edhe e gjenë diqysh. Po du me u lidhë pikërisht me këtë përgjigje. Gjatë krejt intervistës e vrejta që të dy angazhime, do me thoni, ke pasion shumë të madhë. Si anën profesionale si regjisore, po ashtu edhe në biznes, angazhimin që e ke. Po cilën kishe me zgjedhë, nëse kishe pas mësime të thonë, veç një anë mund është me zgjedhë, tregom cilën. Është pak e vështirë se dyjat i du shumë, po regjia është e para. Dashnia jote e parë. Është e para, regjia më nalë. Mirë shumë. Po du me u këthy prap të kë angazhimi, do me thonë biznes, krejt kë kreativiteti me këto punime. Tregona pak këtë procesin, krejt që shkon hapas hapi, që shkriot, teksti, koha, krejt këto. Po në filloj me marrë mesazhin prej dikoj, tregon për çka, për kënë kam jo bo qaj sen, po, dedikime. Masanej me Argjil fillon ja jap formën, du të me prit mu tha do ditë, për shkak që është Argjil që thohet nga ajri, jo këse Argjil e në furë, që pjekët, po ta më do të me prit air dry. Masanej mas i thohet, e vendos tekstin, ose në varet prej personalizimeve çka dojnë tjerë, se ka raste që dojnë edhe vizatime, sa në ma shumë, i vendos ato, i bëj me dorë ta, me shkrem, ose nëse dojnë ata, qysh e kanë shkru ata, mja u bë atyne. Masanej bëhet tjetra lyrja me glos për me shkëlqy, edhe pret për mu tha dhe ajo, edhe masanej është e gatshme për paketim edhe me dërku. Do me thonë për rreth një javë, produkti është i gatshëm? Për afërsisht një javë. Oke, mirë shumë. Po cili është një prej produkteve të para që e ke kriju dhe që e mban mend? Të parën e kom bë produktin që përmena dhe ma herët për mesat e mija. Oke. E ka qenë, do me thonë, produkti i parë? Të parën e kom provu për vetën tam, edhe me kujtimin e letrave të mesat e mija. Edhe me siguri emocion shumë i veçantë? Po, ekstrem, edhe e shatë gjithë në shpim.